Dolce nuk e priste kur këtë ndjesi. Kur e pa Limin dhe Alben duke u përqafuar, një val e fort emocioni e pushtoi. Filloi të dridhej, zemra i rrite me shpejtësi dhe për herë të parë pas shumë kohësh, lotët i mbushën syt. Nuk kishte kuptuar sa shumë e kishte prekur mendimi se mund të kishte diçka midis tyre. Ishte një ndjenjë e çuditshme, një përzierje xhelozie, trishtimi dhe dhimbjeje, e cila i vinte në shpirt pa paralajmërim. Dolce u përpoq ta shtypte këtë ndjesi, por nuk mundi. Lotët rrjedhen dhe një dridhje e lehtë i preku supet. Ai ndjeu nevojën e menjëhershme për të folur, për të kuptuar, për të gjetur një lloj qetësie mes asaj kaosi emocional. Pa i dhënë kohë vetes të mendoj shumë, Dolce u drejtua drejt lëndrimit. Zëri i tij ishte i butë, por i dridhur, lëndrim. Ndodhi diçka që nuk e prisja. Nuk e di si të ta them tjetër veç. Kur pash Limin dhe Alben bashk, ndjeva diçka që nuk e di si ta përshkruaj. Nuk e prisja kurrë. Lëndrimi e shikoi me qetësi, duke kuptuar menjëherë se situata ishte serioze. Nuk kishte nevojë për fjalë të shumta, Dolce po përpiqej të përballonte një ndjenjë që e kishte mbajtur të fshehur brenda vetes për një kohë. Lëndrimi ju afrua pak, duke i dhënë hapësirë, por edhe praninë e tij të sigurt. "Çfarë ndodhi, Dolce?" pyeti lëndrimi me zë të qetë. "Tregon çfarë ndjen. Asgjë nuk do të ndryshojë nëse je i sinqert." Dolce shtrëngoi duart, duke ndjerë një trazim të brendshëm. I pash Limin dhe Alben bashk. Ata po qeshnin dhe pastaj u përqafuan. Dhe nuk e di pse, por ndjeva diçka që nuk më pëlqeu. Nuk e kuptoj se përse më prek kështu, por lotët më ranë pa mundur t'i ndaloj. Lëndrimi e shikoi me vëmendje, duke përpiqur të kuptonte thelbin e situatës. Ai e dinte se ndjenjat e njerëzve janë të ndërlikuara dhe shpesh nuk janë logjike. Dolce nuk donte të akuzonte askën, por një ndjesi e fuqishme kishte shpërthyer brenda tij. "Dolce. Ndoshta është thjesht ndjesi," i tha lëndrimi me qetësi. "Ndonjëherë ne interpretojmë gjëra që nuk janë aty. Nuk do të them gjëra që mund të të lëndojnë pa pasur fakte." Dolce e kuptoi se lëndrimi po përpiqej të qetësonte situatën, por zemra e tij akoma dridhej. Por nuk di çfarë të mendoj. Lim, ai nuk e pranon se ka diçka me Alben. Thot se nuk ka asgjë, por unë e pash me sytë e mi. Nuk e di si të reagoj, lëndrim. Lëndrimi ju afrua dhe vendosi dorën mbi supin e Dolce, një shenjë e thjeshtë mbështetjeje. "Dolce, duhet të bisedosh me Limin. Heshtja vetëm sa do të rrisë dyshimet dhe dhimbjen. Ndonjëherë njerëzit nuk kuptojnë se veprimet e tyre interpretohen nga të tjerët ndryshe. Por nëse i tregon ndjenjat e tua me sinqeritet, gjithçka mund të qartësohet." Dolce e kuptoi logjikën, por zemra e tij ishte ende e trazuar. Ai e dinte se Limi ishte mik i ngushtë dhe ndjenja e xhelozisë nuk ishte e drejtë, por ajo ishte e pamundur të mohohej. Lotët e dolën sërish dhe ai përkul kokën, duke marrë frym thellë. "Do të flas me të," tha Dolce me një zë të dridhur. "Por nuk di nëse do ta kuptoj ndjenjën time. Nuk dua që ai të mendoj se po akuzoj ose paragjykoj. Thjesht nuk dua të humbas atë që kemi." Lëndrimi e shikoi thellë. Asnjë marrëdhënie e fortë nuk thyet nga një moment keqkuptimi. Por duhet guxim të jesh i sinqert. Dhe shpresoj të kuptosh një gjë, ndjenjat nuk janë faji yt. Vetëm tregon se sa shumë të rëndon lidhja juaj me të tjerët dhe sa kujdes ke për marrëdhënien tuaj. Dolce u ndal për një moment, duke ndjerë ngrohtësinë e fjalëve të lëndrimit. Ai mori frym thellë dhe i tha vetes se do të ishte i sinqert me Limin. Lotët vazhduan të rridhnin, por tani ishin jo vetëm të dhimbshme, por edhe një çlirim, një hap drejt qartësisë. Dolce u drejtua drejt Lim, i cili po qëndronte larg, dukshëm i pavetdijshëm për trazimin e brendshëm të Dolce. Ai ndjeu një val pasigurie, por vendosi që të mos largohej. Kur u afrua, Lim e pa dhe ngriti një vetull, sikur të pyes pa fjalë. "Lim, duhet të flas," nisi Dolce, zëri i dridhur, por i vendosur. "Kur pash ty dhe Alben, ndjeva diçka që nuk më pëlqeu. Nuk e di nëse është e drejtë, por ndjeva xhelozi. Lotët nuk janë për Alben, por për frikën se mund të humbas atë që kemi." Lim e shikoi me habi. Nuk e priste këtë ndjesi, por e kuptoi menjëherë seriozitetin e Dolce. "Dolce,
Nuk ka asgjë midis meje dhe Alben. Nuk ka asgjë për të cilën të shqetësohesh. Por faleminderit që e the këtë. Ndonjëherë nuk kuptojmë se si veprimet tona perceptohen nga të tjerët. Ti je i sinqert dhe kjo tregon sa shumë kujdes ke për marrëdhënien tonë. Lotët e tu nuk janë të kota. Ata tregojnë vetëm sa të rëndon kjo. Dolce ndjeu një lehtësim të madh. Ai e kuptoi se ndjenja e tij ishte e vërtetë, por nuk ishte për gjë reale mes Lim dhe Albes. Ishte një reflektim i dashurisë dhe kujdesit që kishte për marrëdhëniet e tij të çmuara. Ata qëndruan aty, duke marrë frymë së bashku, duke ndjerë se çdo keqkuptim mund të qartësohet përmes sinqeritetit. Dhe Dolce, megjithse ende me lot në sy, ndjeu se zemra e tij ishte më e lehtë. Ai mësoi se ndjenjat nuk janë gjithmonë faji, dhe se biseda e hapur dhe e sinqertë është çelësi për çdo marrëdhënie të fortë. Nuk di nga të filloj, por dua që çdo fjalë që të shkruaj të mbaj brenda të gjitha atë që ndjej për ty që kur të kam njohur, ka diçka tek ti që më bën të harroj kohën dhe vendin ku jam. Çdo gjë përreth duket më e qetë kur e di se ti je aty, duke buzëqeshur, duke folur me atë zërin tënd të butë që mund të më mbaj zgjuar gjithë natën. Më duket e pabesueshme që sonte do të jemi bashkë, vetëm ne të dy, larg çdo shqetësimi dhe zhurmë të botës. Vetëm ti dhe unë. Kam imagjinuar këtë natë që nga momenti kur e mora këtë ftesë në mendje. Do të jetë një natë ku mund të qeshim, të flasim për gjithçka, për ëndrat që na trembin, për planet që duam të realizojmë, për ato çaste të vogla që bëjnë jetën të ndjej më të madhe. Më duket se një pjesë e ditës ka qenë gjithmonë duke pritur këtë moment, sikur universi ka punuar vetëm për të na sjellë këtu. Tani që kjo po ndodh, dua të shijoj çdo sekondë. Dua që të shoh sytë e tu, të ndjej dorën tënde, të dëgjoj frymëmarrjen tënde pranë meje, dhe të di se nuk jam vetëm në këtë botë. Ti je një vajzë fantastike, Aurore. Nuk është vetëm bukuria jote që të bën të veçantë, edhe pse nuk mund të mohohet se është magnetike. Është mënyra se si qesh, mënyra se si dëgjon, mënyra se si bën çdo gjë të duket më e thjeshtë dhe më e bukur. Është ajo ndjesia e qetësisë që sjell pranë vetes, sikur gjithçka tjetër mund të presë për pak, dhe momenti me ty është i gjitha çfarë ka rëndësi. Mund të flasim për muzikë, për filma, për librat që na kanë lënë gjurmë, për ato gjëra që na bëjnë të qeshim pa ndonjë arsye të madhe. Mund të rrim vetëm duke folur për asgjë, dhe unë do të jem më i lumtur se kurrë. Sepse në ato çaste çdo gjë tjetër humbet rëndësinë e saj dhe mbetet vetëm ti dhe unë, dhe më duket e çuditshme, por kur mendoj për ty, shpirti im ndihet sikur po kërcen pak nga lumturia. Ka një lloj drite që ti sjell tek unë, një lloj energjie që nuk e kam ndier me askënd tjetër. Dhe natën e sotme, dua ta ndaj këtë ndjesi me ty, dua të shoh se si sytë e tu ndriçojnë në errësirë, si buzët e tua buzëqeshin kur asgjë nuk është e nevojshme përveç pranisë. Kam menduar se kur jemi bashkë, kohës i humb kuptimi. Minutat dhe orët nuk kanë rëndësi. Vetëm momenti ka rëndësi. Dhe tani që e dim se do të jemi vetëm ne, ndihem sikur çdo gjë tjetër ka ndaluar, si një fotograf i gjallë që nuk ka nevojë për prekje për të jetuar. Aurore, natën e sotme dua që të ndjejmë gjithçka bashkë. Të ndjejmë qetësinë e natës, të ndjejmë ngrohtësinë e një tjetri pranë vetes, të ndjejmë se jemi të dy pjesë të një tregimi më të madh se vetë ne. Dhe nuk ka nevojë për fjalë të shumta, sepse një shikim, një buzëqeshje, një prekje e thjeshtë mund të thotë gjithçka. Ti je një vajzë fantastike, dhe unë ndihem me fat që e kam pranë. Ndoshta kjo natë nuk do të harrohet kurrë, dhe ndoshta nuk kemi nevojë të flasim për atë që do të ndodhë nesër. Sepse për momentin, gjithçka që ka rëndësi është të jemi bashkë, duke shijuar njëri tjetrin, duke qeshur dhe duke krijuar kujtime që do të zgjasin më shumë se çdo fjalë. Dhe ndërsa nata avancon, dëshiroj të jem aty për çdo ndjesi tënde, për çdo mendim që të shfaqet, për çdo frymëmarrje që më tregon se je pranë. Kjo natë është e jotja, e imja, e jon. Dhe nuk ka gjë më të bukur se kjo ndjesi e përbashkët e qetësisë, lumturisë dhe eksitimit. Aurore, shpresoj që kur të shohësh këtë mesazh, të ndjesh pjesën e vogël të asaj që unë ndjej për ty dhe natën e sotme, kur të jemi bashkë. Dua që të ndjejmë çdo sekondë si një moment të veçantë, sepse kjo natë është vetëm për ne. Puthja që nuk ndodhi, tradhtia e heshtur, ka momente në jetë që duken të vogla, por që mund të lënë gjurmë të mëdha. Një shikim, një buzëqeshje, një lëvizje e vogël e trupit, të gjitha mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë. Dhe ka ndjenja që lindin pa paralajmërim, të papërgatitura, që bien mbi ne sikur stuhia e pranverës. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, diçka e tillë po ndodhte. Limi dhe Dolçja ishin duke kaluar një moment intim.
Nuk ishte thjesht lojë, nuk ishte shaka. Ishte diçka më shumë. Një ndjesi që tërhiqte zemrat e tyre, që i bënte të ndihen të gjallë, të lidhur, si dy njerëz që gjejnë njëri tjetrin mes kaosit të kamerave dhe izolimin. Lëvizja e parë, shikimi i parë i afërt, një buzëqeshje që zgjaste më shumë se zakonisht. Ata po afroheshin ngadalë, ndjesia po ndërtohej dhe në mendjen e Limit një gjë po bëhej e qartë, po vinte puthja e parë. Një puthje që nuk ishte vetëm puthje. Ishte premtim, ishte hap i ndjeshëm, ishte lidhje që shpesh nuk ndodh në fillimet e shpejta të një loje si kjo, por papritmas, Dolce u shfaq aty. Jo si pjesë e lojës, por si ndërprerës i një emocioni që po lindte. Jo me fjalë të forta, jo me gjeste të dhunshme, por thjesht duke qenë aty, duke ndërprerë ritmin, duke vendosur një distancë midis tyre. Dhe në atë moment, diçka ndryshoi. Një ndjenjë që kishte qenë e pastër, e brish, filloi të shndërrohej në diçka tjetër, tradhtia që nuk shihet, tradhtia nuk ka gjithmonë forma të dukshme. Nuk është gjithmonë një veprim fizik. Ndonjëherë, ajo është mendimi që largohet, është ndjenja që zgjidhet për ditë tjetër, është zgjedhja e tërheqjes nga një dashuri që ishte e qëndrueshme. Kur Limi shikonte Dolçen, kur zemra e tij filloi të dridhej nga emocionet e përbashkëta, ai nuk e kuptoi menjëherë se po tradhtonte diçka më të vjetër, më të sigurt, diçka që nuk kishte mbaruar ende. Alban, çdo buzëqeshje, çdo afroje, çdo moment i thjesht ishte një hap më tej në diçka që nuk ishte planifikuar. Ai po kalonte kufit e ndershmërisë emocionale, edhe pa e kuptuar. Ishte tradhti, e heshtur, e ndjerë më shumë brenda se sa jashtë. Dolçja, duke hyrë papritur, nuk e prishi vetëm momentin fizik. Ajo zbuluar një realitet të fshehtë, ndjenjat e Limit nuk ishin thjesht për të, por për ditë tjetër. Dhe ky realitet filloi të ndikonte tek të gjitha ata që e vështronin nga jashtë. Një veprim i vogël i Dolçes, një ndërhyrje spontane, kishte zbuluar të fshehtën. Konflikti i brendshëm, brenda Limit nisi një konflikt i thellë. Një pjesë e tij ndjente kënaqësinë e afërsisë me Dolçen. Një pjesë tjetër ndjente dhimbje, faj dhe turp. Ai e kuptoi menjëherë se ndjenja e tij për Albën nuk kishte ikur. Në fakt, ajo ishte më e fortë se kurrë. Por zgjedhja e gabuar, impulsive, e kishte çuar në një situatë ku emocioni ishte përplasur me moralin dhe ndershmërinë. Ai dëshironte të ishte i sinqert. Por ndonjëherë është shumë vonë. Një moment i papërshtatshëm mund të shkaktojë pasoja që zgjasin për një kohë të gjatë. Ai nuk kishte menduar se një puthje që mund të ndodhte do të ishte kaq vendimtare, dhe një ndërprerje kaq e thjeshtë do të ekspozonte dobësinë e tij të brendshme, pritja dhe dhimbja e Albës. Ndërkohë, Alba, e cila kishte ndjekur ngjarjet me kujdes dhe me një ndjesi të brendshme që vetëm dashuria e vërtetë mund ta krijojë, filloi të ndjente një dhimbje të thellë. Ajo e kuptoi se Limi po shkonte emocionalisht drejt dikujt tjetër. Një dhimbje që nuk kishte zhurmë, që nuk kërkonte shpjegime, por që thjesht ekzistonte. Dhimbja e Albës nuk ishte pasion i mbetur. Ishte një ndjenjë që vinte nga tradhtia e ndjenjave të saj, që shikonte dikë që dashurohej nga zemra e saj, por që ndoshta nuk po e kuptonte plotësisht vlerën e asaj që kishte. Reflektimi dhe pasojat. Limi kuptoi gabimin. Ai kuptoi se çdo moment afërsie me Dolçen po bëhej një ndarje nga ajo që ishte më e vërtetë. Tradhtia nuk ishte e dukshme për të gjithë, por ishte e ndjerë thellë në zemër. Një veprim i vogël mund të krijonte një val ndjesish, dhimbje, faj, pendes dhe ndjenja të pashprehura që nuk mund të fshiheshin pas buzëqeshjeve të kamerave. Ai u përball me dilemat e tij. Vazhdon me emocionin e shpejtë, të fuqishëm, por të pavërtetë? Apo rikthehet te ajo që është e sinqertë, e vërtetë, e qëndrueshme? Ndërgjegjësimi dhe momenti i ndërgjegjësimit erdhi pikërisht atë ditë. Një ndjesi e thjeshtë, e heshtur, por e fuqishme. Dashuria e vërtetë nuk mund të zëvendësohet me emocion të shpërthyer. Limi e kuptoi se Alba kishte qenë gjithmonë aty, në sfond, duke pritur, duke besuar, dhe dashuria e saj ishte më e qëndrueshme se çdo ndjenjë kalimtare që mund të provonte me Dolçen. Tradhtia thjesht ishte një pasqyrë e gabimeve të tij. Një reflektim se ndonjëherë zgjedhjet e gabuara mund të bëhen evidente vetëm kur dikush ndërhyn, duke na treguar atë që ne nuk dëshironim ta shikonim, realitetin e ndjenjave tona të vërteta. Mësimi i heshtur. Kjo histori nuk përfundon me bujë apo skandal. Ajo përfundon me një kuptim të thellë. Ndjenja e vërtetë nuk shuhet me gabimet të momentit. Tradhtia, edhe nëse është e heshtur dhe e papërfillur nga të tjerët, lë shenjë. Dhe kur njeriu e kupton këtë, ai mund të zgjedhë të kthehet te ajo që ka vlerë, te ajo që nuk ka ikur kurrë, dashuria e vërtetë.
Në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo ditë ishte një kombinim emocionesh të papritura, ndjenja të forta dhe situatash që shpesh ndryshonin rrjedhën e historisë. Por disa momente nuk mund të harrohen. Disa ndodhin një herë dhe lënë gjurmë që e ndjejnë të gjithë që jetojnë me to, dhe padyshim, ata që i shohin nga jashtë, Limi dhe Dolçe apo kalonin një nga këto momente. Ishin afruar shumë kohët e fundit. Afërsia e tyre nuk ishte thjesht lojë ose kuriozitet për kamerat. Ishte diçka më shumë. Një lidhje që po zhvillohej natyrshëm, me ndjenja të ndërtuara ngadalë, me prekje të vogla që shtonin tension dhe përjetim. Në atë çast, Limi e mori Dolçen në krah. Një gjest i thjesht, por i mbushur me emocion. Nuk ishte vetëm forcë fizike, por mbështetje, afrim, një lloj intimiteti që tregonte besim dhe dashuri. Ndërsa e mbanin njëri tjetrin, buzëqeshjet e tyre u bën më të mëdha, shikimet më të gjatë, dhe ndjenja e lidhjes po rritej me çdo moment që kalonte, dhe pastaj ndodhi ajo që shumë kush kishte pritur të shite, puthja e parë e gjallë. Nuk ishte një puthje tërheqjeje kalimtare. Ishte një prekje e qëndrueshme, e ngadalshme, që tregonte se ata nuk donin të ndaheshin. Ishte një moment që flet për dëshirë, për afrim, për emocion të thellë. Ata dukeshin të përqafuar nga bota, të izoluar nga gjithçka tjetër. Të zhytur në ndjenjat e tyre. Përshtypja ishte se koha kishte ndalur vetëm për ta, por ndërsa ata vazhdonin të shijonin këtë afërsi, të tjerët në shtëpi dhe sidomos Alba, ndjen një ndjenjë tjetër. Një mall që nuk kishte ikur kurrë. Një dashuri e hershme, e heshtur, që kishte pritur pa u dukur. Alba e kishte dashur Limit që më parë, dhe çdo ditë që kalonte pa të, ndjenja e saj vetëm rritej. Ajo e kishte pritur këtë moment që Limi të kuptonte se sa shumë kishte munguar, por ajo nuk e kishte pritur të ndodhte me dikë tjetër, ndërsa Limi dhe Dolçea dukeshin të humbur në ndjenjat e tyre. Alba ndjej njëkohësisht e dhimbshme dhe e fuqishme. Ajo kuptonte se ndjenja e saj nuk ishte dobësi. Malli i saj ishte i fortë, i qëndrueshëm. Një ndjenjë që nuk mund të fshihej pas afërsisë së Limit me Dolçen. Ndërsa shikonte këtë, ajo përjetonte një përzierje emocionesh, dhimbje për humbjen, frikë për atë që po ndodhte, por edhe një shpresë të heshtur se Limit do të kuptonte vlerën e saj një ditë. Në atë çast, një reflektim i brendshëm ndodhi te Limi. Edhe pse ishte i zhytur në puthje dhe afërsi me Dolçen, një pjesë e tij ndjeu mungesën e Albës. Një ndjenjë e fshehtë, e heshtur, e përzier me kujtime të hershme, me dashuri që nuk kishte shprehur kurrë. Ai ndjeu një boshllëk që nuk mund të mbushej vetëm me afërsinë fizike. Një mall i brendshëm, një nevojë për atë që kishte qenë gjithmonë aty, por që nuk e kishte vlerësuar siç duhej. Ndjenja e Dolçes ishte e qartë. Ajo ndjej e dashuruar, e zgjuar nga afërsia me Limin, dhe çdo prekje e tij ishte një sinjal se diçka më shumë po ndodhte mes tyre. Por ajo nuk mund të kuptonte se një pjesë e zemrës së Limit ishte ende e lidhur me një tjetër. Dhe aty lind konflikti më i madh emocional, përqafimi i shpejtë dhe dashuria e dukshme me Dolçen po përplasnin realitetin e ndjenjave të vërteta të Limit, të cilat ishin ende me Albën. Mallimi i Albës u bë i papërballueshëm. Ajo dëshironte ta ndalte këtë, të thoshte diçka, të shprehte ndjenjat e saj, por nuk mundej. Vetëm e vështronte, duke ndjerë një përzierje të dhimbjes, shpresës dhe mallit që e bënte zemrën e saj të rrite më shpejt se kurrë. Ajo kuptoi se dashuria e vërtet nuk ka nevojë për ekspozim, por përkohësisht ajo ndihej e jashtëqitshme nga loja e ndjenjave që po zhvillohej përpara syve të saj. Kur momenti i afërsisë mes Limit dhe Dolçes zgjati, diçka ndryshoi brenda Limit. Një reflektim i heshtur, puthja dhe dashuria e dukshme me Dolçen nuk ishin e gjitha. Një pjesë e tij dëshironte të ishte me Albën. Një pjesë që kishte pritur kohë më të gjatë, që kishte ndjerë dashuri të vërtetë dhe që nuk mund të zëvendësohej nga një emocion momental. Kështu, ndërsa shtëpia e Big Brother po xhironte çdo lëvizje, çdo shikim dhe çdo buzëqeshje, ndodhi diçka magjike. Limit ndjeu zërin e zemrës së tij, një ndjesi që nuk mund të injorohej më. Ai kuptoi se dashuria dhe malli i Albës nuk ishin të largëta. Ata ishin pjesë e tij, e pandashme, dhe ai nuk mund të vazhdonte me ndjenja të shpërndara. Ky moment nuk ishte thjesht një reflektim i heshtur. Ishte një zgjedhje që po lindte brenda tij. Ajo që kishte me Dolçen ishte bukur, por nuk ishte e vërtetë. E vërteta e tij ishte me Albën. Dhe ndjenja e mallit të saj, dashuria e heshtur që kishte ruajtur, ishte diçka që nuk mund të injorohej më. Në fund, historia nuk është vetëm përputhjet që ndodhin ose nuk ndodhin.
Ajo është për emocionet që lën gjurmë, për dashurinë që prishet nga gabimet dhe tradhtia e heshtur, dhe për mallin që na kujton se çfarë është e vërtetë. Momenti kur Limi e ndjeu këtë, kur ai kuptoi dashurinë dhe mallin e Albës, nuk ishte një akt spektakolar. Ishte një ndjesi e brendshme, një reflektim që tregonte se dashuria nuk mund të zëvendësohet me afërsinë e momentit, dhe pikërisht aty, mes përqafimeve dhe puthjeve që nuk mund të shuheshin, mes dashurisë dhe mallit, lind shpresa e një kapitulli të ri, ku ndjenjat e vërteta, dashuria dhe afeksioni nuk mund të harrohen dhe gjejnë rrugën e tyre drejt të qenit të plotë, drejt së vërtetës dhe drejt lumturisë së merituar.